Shumë pyetje për shtetin më të vogël në botë. 2 vjet më parë, ideja e krijimit në Tiranë të një shteti sovran të urdhrit Bektashi duke si një projekt i pazakont. Sot projekti rikthehet në skenë me pasaporta, përfaqësues diplomatik dhe madje edhe një monedhë të mundshme, të quajtur bek. Por nga ideja tek shteti i vërtet ka një rrugë të gjatë, sepse sa po flasim për një shtet sovran, lindin 10 pyetje të tipit: ku do të jetë kufiri, kush do të jetë shtetas, kush do ta mbledh nga ana monetare taksën, kush do të gjykojë, kush do të kontrollojë kufirin, po monedhën kush do ta emetojë, a do të ketë polici, diplomaci, pasaporta, targa dhe madje edhe një domen interneti. Dhe mbi të gjitha, si mund të krijohet një shtet tjetër sovran brenda territorit të një Shqipërie që kushtetuta e përcakton si shtet unitar dhe të pandashëm. Diskutojmë të gjitha këto çështje me Arjan Zhulin, historian dhe besimtar Bektashi që më bashkohet online. Faleminderit Arjan që gjetët kohë të jeni me Pik. Faleminderit ju për ftesën. Atëherë, pyetja e parë nis nga ju. Çfarë do të thotë për ju si besimtar Bektashi një shtet i ri posaçërisht për këtë grup besimtarësh? Si besimtar, deviza e bektashizmit është pa dhe nuk ka the. Një hadith profetik, të cilit jemi përmbajtur gjatë gjithë këtyre kohëve dhe nuk na është dashur një shtet për t'ju përmbajtur kësaj devize. Për sa i përket se si ndjem unë si besimtar Bektashi, normalisht nuk është se ndjem mirë, sepse Bektashin që nga fillimi kanë luftuar për ndërtimin e shtetit shqiptar dhe jo për ndërtimin e një shteti Bektashi. Kontributin bektashianët shqiptare kanë dhënë për ndërtimin e shtetit shqiptar dhe jo për ndërtimin e një shteti Bektashi. Urdhri mistik Bektashi, sepse ne i përkasim besimit islam, nuk jemi fe më vete, sepse dëgjoj shpesh që ngatërohen dhe thon feja bektashiane. Jo, ne nuk jemi fe më vete, ne i përkasim besimit islam, jemi urdhër brenda besimit islam, feja jonë është islami, profeti ynë është profeti Muhammed a.s. Libri ynë i shenjtë është Kurani. Jemi ndjekës të familjes profetike, nga Imam Aliu dhe Imam Hasani, Imam Hyseni dhe 12 imamët tek të cilët ne besojmë, por jemi pjesë e besimit islam dhe dua ta sqaroj këtë pjesë sepse shpesh herë konsiderojmë në Shqipëri si fe më vete. Jo, ne i përkasim besimit islam dhe jemi tarikat brenda besimit islam. E qartë, dhe si faleminderit që ndoshta i vu disa pika mbi këtë çështje, se ndoshta shumë kush e ngatëronte sepse ka keq mësuar që prej zanafillës së saj bektashizmi çfarë është në të vërtetë. Pikërisht, sepse duke qenë historian edhe në librat e historisë konsiderohet si fem vete, dhe unë nxënësve dhe apo studentëve të mi gjithmonë ua kam shpjeguar këtë pjesë që bektashizmi nuk është fem vete. 2 besime janë, 2 fe janë, të krishterë dhe islam. Dhe pastaj ndahen dhe kanë në ndarjet e tyre. Të krishterët janë katolik, ortodoks, protestant, ndërsa muslimanët ndahen në 2 degë kryesore, shiit dhe sunit, dhe kanë në ndarjet e tjera. Pra në thelb, tarikati Bektashi i përket besimit islam. Nuk është fem vete. E qartë. Por tani gjithë kjo zhurnaj duket se po e tërheq bektashizmin në një udhë pa krye. Aq më tepër ku që prej 2 vitesh kur u fol për herë të parë nga ana e kryeministrit Rama për një shtet Bektashi, nuk ka ende një reagim zyrtar ku të gjithë ju që respektoni datat e këtij grupimi, besoni sipas dogmave, haditheve të Kuranit, sikur se i quani, të jeni të qartë mbi fatin tuaj dhe mbi organizimin tuaj në të ardhmen, sepse kam bindjen një shtet
nuk do ju linte më në të tilla kushte ku ndodheni sot, por ndoshta do duhet të krijonit edhe ambasada për të pasur lidhje me muslimanët e Shqipërisë. Prandaj, kjo për ju, a keni pasur rastin ju Arjam personalisht ndoshta, apo ndonjë miku juaj të kërkoj një shpjegim, një përgjigje nga një përfaqësues i kryegjyshatës në lidhje me këtë çështje? Shpjegime kemi marrë vetëm për aq sa janë bërë publike në media. Reagime ka pasur nga klerik Bektashi që në vitin 2024 që nuk kanë qenë pro kësaj ideje, pra krijimit të një shteti Bektashi. Urdhri mistik Bektashi është një urdhër i ndërtuar për të krijuar ura midis besimtarëve dhe jo për të vendosur kufi. E qartë. Historikisht, sipas organizimit të tarikatit Bektashi, për vendime kaq të rëndësishme, siç është edhe ky vendim për ndërtimin e një shteti Bektashi, tarikati Bektashi duhet të thërresë një kongres. Që deri tani në dijenin tuaj e ka thirrur? Jo, në dijenin time nuk ka thirrje kongresi. Po bëj një historik të shkurtër se si janë marrë vendimet në tarikatin Bektashi, historikisht. Dhe kongresi i parë Bektashi është kongresi TQ së Prishtës së Skraparit në 14 deri në 17 janar të vitit 1921, ku është vendosur statusi Bektashi. Dhe mënyrat e rregullimit se si do të funksionojë tarikati Bektashi në Shqipëri. Që nga organizimi klerikal, organizimi menaxherial i TQ-ve të tarikatit Bektashi, administratës e më radhë. Pas këtij kongresi të mbledhur me klerikët Bektashi të vitit 1921, ky statut ka pësuar zgjerime apo përmirësime me kongrese të tjera, siç është kongresi i Turanit i vitit 1929, dhe më pas me ardhjen e Salinjas Idedejit nga Turqia për shkak të situatës politike në Turqi dhe mbylljes së tarikatit Bektashi aty dhe vendosjes së kryegjyshatës së përkohshme në TQ-n e Turanit të Korçës dhe më pas në Tiranë për shkak se mbreti Zogi asaj kohe kishte nevojë që të vendoste institucione kryesore në kryeqendër, pra në Tiranë. Pas këtij kongresi, ku u bën riorganizime të tjera, ka ndodhur edhe kongrese të tjera, deri në kongresin e fundit, të thirrur nga kryegjyshi botëror i asaj kohe, Haxhi Dede Reshat Bardhi, i cili ka vendosur zgjerimin e këtij statuti, por jo rrëzimin e këtij statuti. Pra, tarikati Bektashi funksionon mbi bazën e këtij statuti. E kuptoj. Dhe që të merren vendime të kësaj natyre, duhet të mblidhet kongresi klerikal, ku bëjnë pjesë klerikët Bektashi, baballarët Bektashi, dhe me ndryshimet e fundit të ndodhura në statutin në vitin 2009 për shkak të ndryshimit të ligjit dhe marrëveshjes së re të kryer në atë kohë me qeverinë shqiptare, nga kryegjyshata bektashiane njihet si kryegjyshata botërore bektashiane. Pra, për sa i përket aspektit juridik, kryegjyshata nga shteti shqiptar njihet si kryegjyshata botërore dhe jo si kryegjyshata bektashiane e shqiptarëve. E qartë. Pra funksionon si një kryegjyshat që përfaqëson të gjithë bektashianët kudo janë. E vërtet. Jo vetëm shqiptarët. Sepse besimtarët të tarikatit Bektashi nuk janë vetëm në Shqipëri. Besimtarët të tarikatit Bektashi ka në Bullgari, ka në Turqi, në pjesën e lindjes mesme, dhe unë e di ku qëndron problemi i organizimit dhe tarikatit Bektashi të Shqipërisë. Për shkak të njohjes dhe të pronave që t'i njihen pronat për atë qetë
të njihen dhe të vjen nën administrimin e kryegjyshatës botërore bektashiane, i është bërë një kërkesë e her pashershme qeverisë shqiptare që të njihet, dhe kjo u arrit në vitin 2009, duke u njohur nga shteti shqiptar si kryegjyshata botërore e bektashinëve. E qartë. Dhe gjykoi që është e panevojshme krijimi i një shteti bektashi për të marrë në administrim këto prona. E qartë. E qartë. Por sepse kjo do të sillte përçarje të tjera pastaj brenda vetë shqiptarëve dhe jo më të arrihet synimi që të vjen nën administrim pronat e bektashinëve jashtë territorit shqiptar. E qartë, por Arjan, ju kujtoj sa për ngjarje historike në momentin e parë kur nga mediat kërkohej informacion mbi këtë deklaratë të kryeministrit, madje është bërë edhe një intervistë me kryegjyshin botëror në atë moment, ka ardhur një përgjigje nga një email zyrtar që kishte si domain shtetibektashi.org. Pra të gjithë mediave u ka ardhur një përgjigje zyrtare nga ky domain, i cili flitej se ishte zyrtar. Dhe që prej asaj kohe, kryegjyshi botëror nuk ka pasur asnjë reagim. Pse? Nuk e di situatën brenda kryegjyshatës, por vendimet i konsideroj si të njanshme. Nga ana e kujt? Që të administratorit klerikal dhe kryegjyshit të bektashinëve, sepse për vendimet të kësaj natyre duhet të thirret kongresi klerikal. A ka në dorë kryegjyshit të vendos në formë të njanshme në lidhje me diçka të tillë, apo i nështrohet padyshim mbledhjes së kongresit? Në dijenin time, në bazë të statutit dhe organizimit bektashi, duhet me patjetër të thërrejë këshillin klerikal dhe nuk mund të marrë vendime i vetëm. E qartë, në këndvështrimin ton si media, mos reagimi, mos hedhja poshtë e këtij lajmi, mos përgënjeshtrimi, nuk kupton pranimin e tij. Ju si besimtar, si e shihni? Pak para kësaj interviste, 1 ose 2 ditë më parë, kam bërë një analizë për këtë pjesë dhe gjithmonë i kam qëndruar parimit që duhet të thirret kongresi klerikal. Në momentin pa pasur, domethënë, një reagim nga kryegjyshata apo nga vetë kryegjyshi Haxhi Baba Edmond Brahimaj, unë nuk mund ta marr si të mirëqen. Heshtja jo detyrimisht është e mirëqen. Në qoftë se ju kujtohet, kur u hodh ideja për herë të parë në vitin 2024, kur kryeministri Rama ishte në New York, në OKB, në fillim pati lajme që nuk ishin dakord dhe ishte pa konsultuar me kryegjyshatën, dhe më pastaj nuk e di se çfarë ndodhi, kryegjyshi doli dhe tha që ne kemi bërë kërkesë për të pasur status juridik. E vërtet. Jo shtet bektashis. Status juridik. Dhe pas kësaj deklarate ka pasur disa takime me krerë institucional të lartë izraelit. Madje gjatë vizitave në Tiranë, dorështrëngimet ishin të pranishme. A mendoni ju që kemi të bëjmë me atë që përflitet gjerësisht në median online? Unë nuk dua ta besoj atë që përflitet pa parë faktet. Është e vërtet. Pa parë një reagim nga kryegjyshata, unë nuk mund të besoj përflitjeve. Ndërhyrje mund të ketë. Jam koshient që ndërhyrje mund të ketë. Por, ne kemi një organizim si tarikat që nuk i lëm vendimet e rëndësishme në duart e një personi. Vërtet. Dhe në këto kushte, prandaj thash, unë nuk mundet
që të merrem me pjesën e takimeve. Kryegjyshi ka në detyrën e tij funksionale të takojë krerë shtetesh, ambasador e me radhë. E ka në detyrën e tij funksionale këtë pjesë. E vërtet, por për takimin dhe pritjen. Ajo që mund të dyshoj shumë kush, nisur nga çfarë shkruhet ditët e fundit në median franceze, është se kryegjyshi ka kërkuar ndihmë ambasadorëve, liderëve të huaj, që ky fakt të bëhet një realitet. Ndoshta kjo plotëson edhe njohjen juridike, sikurse e kërkoni, për të qenë një tarikat më i pranueshëm barbotror. Apo ka rrezik këtu në këndvështrimin tuaj? Në këndvështrimin tim që të njihemi botërisht, nuk kemi nevojë për shtet Bektashi. Pra ne jemi kryegjyshata botërore bektashiane. Praktikisht në vitin 2009 me Axhi Dede Reshat Bardhin ndryshimet janë bërë dhe nuk njihet më si kryegjyshata e bektashinëve, por njihet si kryegjyshata botërore bektashiane. Dhe ne nuk kemi nevojë për kufi që të njihemi botërisht. Dakord. Në këtë ditë mbahet edhe pelegrinazhi. Të lutem, për sa i përket artikullit të Intelligence Online, të ndihmës që pas ka kërkuar kryegjyshi, prandaj them që duhet të qëndrojmë gjithmonë, të kemi durim dhe të presim reagimin edhe të palës tjetër. Sepse në momentin që nuk ka një reagim nga pala tjetër, unë e vë në dyshim artikullin e Intelligence Online. Jo, është e çuditshme që një reagim nuk ka ardhur në kohë rekord, sepse kjo nuk është diçka e vogël. Pra flitet që çdo gjë është gati me krijimin e pasaportave, një kartë monedhe gjithashtu të quajtur BEK, disa rregullave të një shteti juridik i cili do fillojë të kërkojë njohjen e tij mbarkombëtare, dhe kjo nuk do kërkonte thjesht një qetësim të gjakrave përpara stuhisë, por një përgjigje konkrete në lidhje me informacionet që qarkullojnë deri tani. Pikë së pari, për ju që jeni pjesë e atij, po. Pikërisht pra, një përgjigje, për aq kohë sa nuk ka një përgjigje edhe nga kryegjyshata që të marrim një vendim të drejtë, pra që të flasim qartë dhe pastër, duhet i kemi të dy anët e monedhës. Kemi vetëm një informacion nga Intelligence Online. E vërtet është. Për aq kohë sa nuk ka reaguar kryegjyshata, atëherë unë do t'i marr me rezerva dhe informacionet e Intelligence Online. Sipas jush, pse duhej ky lajm të qarkullonte tani? E lidhni me ndonjë ngjarje? Jemi në kohën e pelegrinazhit në Tomor, një ngjarje e shënuar për besimtarët. Për ne besimtarët është ngjarje e shënuar pelegrinazhi në malin e Tomorit në mezarin Kenotaf të Abaz Aliut. Por më tepër se sa të lidhur me këtë ngjarje të tarikatit Bektashi, unë e shoh të lidhur dhe të sponsorizuar më tepër me ngjarjet politike në vend. Me protesta. Që ne sot merremi me ne sot të merremi me shtetin Bektashi dhe të harojmë që në Shqipëri po bën gati 3 muaj që shqiptarët janë shesh. Jo gjithë populli, por shqiptarët, ata që janë shesh. Dhe nuk është një ngjarje e vogël, që ka marrë goxha vëmendje edhe ndërkombëtare. Për ta zhvendosur këtë vëmendje, kam përshtypjen të sponsorizuara nga klasa politike për ta zhvendosur këtë vëmendje dhe për t'u marrë me ne, kanë vendosur të hedhin këtë artikull që të zhvendoset vëmendja, qoftë nga protesta apo ndoshta edhe nga ndonjë lëvizje e papritur e strukturave të drejtësisë kundrejt personave që kanë në hetim. Ka shumë të gjartë ndodhë dhe kjo përsa kohë që të gjitha faktet përputhen e përsa kohë që kryegjyshata po e merr këtë gjë me atë qetësi që nuk i jep jahonën e dur, se ndoshta mund të krijonte një tjetër vorbull që nuk i interesonte. Dhe deri këtu çdo gjë është e pranuar. Pikërisht për këtë arsye,
Pikërisht për këtë arsye, domethënë për shkak të situatës politike, unë i marr me rezerva edhe artikujt ndërkombëtar të hedhura në këtë moment. E qartë. Dhe ne e pranojmë kështu siç është. Prandaj Arjan Zhuli dua t'ju falenderoj sonte, sepse një këndvështrim i tillë na e bën më të lehtë dhe mirë kuptimin e ngjarjeve që ndodhin qoftë brenda Shqipërisë ashtu edhe rreth e qark nesh. Urimet më të mira për pelegrinazhin, për festën. Faleminderit. Gjithë tarikati Bektashi duhet të ketë vëmendjen e tij tek lutja gjatë këtyre ditëve dhe uroj që Zoti t'u pranojë ashtu sikurse gjithë besimtarëve të tjerë. Faleminderit edhe një herë që ishit sonte. Shumë faleminderit edhe ju për ftesën edhe për urimet, duke qenë se jemi në këto ditë, më lejoni që edhe unë të bëj një urim për të gjithë besimtarët musliman Bektashi në këto ditë pelegrinazhi që i ngjiten malit të Tomorit, i madhi Zot t'u pranoj lutjet dhe të kenë bereqet, të kenë paqe dhe dashuri midis njëri tjetrit dhe midis të gjithë shqiptarëve. Faleminderit edhe një herë që ishit sonte. Faleminderit. Faleminderit juve që na ndoqët. Besoj me këto dy ngjarje, sikurse është roli i Ervin Salianit sot në Partinë Demokratike e nesër prej shtatorit, por edhe mbi informacionet që na vijnë nga një besimtar, nga dikush që ka kontakte brenda kryegjyshatës, për atë që u shkrua në një media në Francë për shtetin e ri Bektashi, më të riu në botë, gjithçka është e zbardhur dhe misioni i PIK për këtë javë është i përmbushur. Takimi radhës është të hënën. Kryeministri ka ritritin, ne kemi ngjarjen. Na ndiqni, natën e mirë.